Në Universitetin Real në Vlorë, institucioni i arsimit të lartë me një përvojë të gjatë dhe që ofron degët e mjekësisë, është mbajtur këtë të premte një sesion shkencor për prezantimin e gjetjeve të projektit, studimi mbi përdorimin e substancave narkotike nga minorenët në rajonin Fier Vlorë. Të pranishëm specialist dhe ekspert, pedagog dhe student. Aktiviteti pati kujdesin e veçantë të drejtuesve të Universitetit Real, Seri dhe Gjena Muskaj, ndërsa të pranishmit u përshëndetën nga rektori i Universitetit Real, profesor doktor Spiro Caushi. Në këtë sesion shkencor janë paraqitur dhe gjetjet e këtij studimi, shefja e shërbimit akut në Spitalin Psikiatrik Ali Mihali në Vlorë, Ejona Shaska, foli për pasojat në shëndetin mendor dhe jo vetëm nga përdorimi i substancave narkotike në moshën minorene. Pacientët që kanë abuzuar që në adoleshencë me substanca narkotike kanë paraqitur çrregullime të rënda mendore siç janë çrregullime psikotike, që janë dhe çrregullimet më të rënda mendore, pasi kanë shkëputje nga realiteti, çrregullime të humorit, që kanë qenë çrregullime të humorit unipolar dhe bipolar dhe çrregullime personaliteti. Këtu dua të theksoj që pacientët që abuzojnë me substanca që janë adoleshencë japin dhe probleme të tjera, siç janë çrregullimet e ankthit, çrregullimet e gjumit, por këto janë probleme më të lehta dhe kurohen në këto qendrat komunitare dhe në komunitet. Kurse çrregullimet që ne kemi paraqitur janë çrregullimet më të rënda të shëndetit mendor dhe mund të rrezikojnë dhe jetën e vetë këtyre pacientëve, por dhe të familjarëve të tyre. Pra siç e shohim në grafik, 176 pacient kanë paraqitur çrregullime psikotike. 80 pacient kanë paraqitur çrregullime të humorit unipolar dhe bipolar dhe 56 pacient kanë paraqitur çrregullime të personalitetit. Shefi i shërbimit të toksikologjisë në Qendrën Spitalore Universitare në Tiranë, doktor Andrin Tahiri, e vendosi theksin tek studimi mbi përdorimin e substancave narkotike nga minorenët, si dhe patologjitë kardiake të minorenëve. Qëllimi i këtij studimi është për të përshkruar situatën mbi abuzimin e substancave narkotike, sidomos të lëndës drogë marijuanë tek minorenët. Është përkufizuar pak për zonën Fier Vlorë, por kjo është gjithë përfshirëse. Si është situata sot? Trendi nuk është i mirë për hir të së vërtetës. Mund të them se mjek klinicist që ka një tendencë tek adoleshentët, ulja e moshës për eksperimentimin. Por nuk mund ta quaj si trend, janë raste të izoluara, por gjithsesi ka një ulje të moshës. Dhe lënda drogë marijuanë është drogë më e lirë. Është drogë më e lirë si drogat, prandaj edhe gjen dhe terren përshtatshëm tek adoleshentët, tek minorenët. Çfarë nxjerr si konkluzione apo si detyra ky studim? Që të gjithë duhet punojnë bashkërisht. Prindër, mësues, edukator, mjek, këshillues, të gjithë. Pra, adoleshenca është një moshë, një trup i rritur fizikisht që udhëhiqet nga një mendje pa përvojë. Pra janë dilemat e moshës, tendenca për të eksperimentuar. Fatkeqësisht një pjesë e këtyre bën prej modelit të keq dhe futen në problemet e shëndetit mendor dhe ato fizike. Por fatmirësisht pjesa më e madhe integron jetën normale dhe e kalojnë ashtu siç duhet. Drejtuesja e projektit Ngjyllushe Zenelaj dha një informacion të përgjithshëm mbi qëllimin, objektivat dhe metodologjinë e këtij studimi. Ky është një projekt i cili financohet nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor, i hartuar nga Universiteti Real dhe në përmbajtjen e këtij projekti, në fakt, studimi mbi përdorimin e substancave narkotike tek minorenët, është përzgjedhur rajoni Fier Vlorë. Nuk është një projekt që ka vetëm një karakter të mirëfillt rajonal, sepse është parë si një multidisiplinar midis sistemit shëndetësor, trajtimit të këtyre minorenëve, problematikat që kanë, por njëkohësisht edhe aspekti social. Për realizimin e këtij projekti janë përdorur disa metoda të kërkimit shkencor, duke patur parasysh retrospektivën statistikore të shtrimeve dhe trajtimit spitalor, por njëkohësisht edhe aspekti statistikor i statistikave përshkruese me pyetësor të drejtpërdrejtë me aktorë dhe grupet e interesit. Për realizimin e projektit janë hartuar pyetësor të cilët janë shpërndar tek nxënësit, duke realizuar 1500 të tillë në rajonin Fier Vlorë dhe duke intervistuar 400 mësues, punojësit psikosocial dhe oficerët e sigurisë si një element i shtuar gjatë viteve të fundit për të rritur sigurinë në shkolla. Në gjithë dinamikën e zhvillimit të projektit, duke patur parasysh dhe
vështirësinë që ka një temë e tillë, nuk është ideja që ne të zbulojmë se sa përdorues kemi. Ideja është që më së shumti në aspektin psikosocial ne të zbulojmë qasjen që kanë këta të rinj, sidomos drejt për drejt fokus grupi, ndaj fenomeneve të tilla. Ndaj dhe jemi përqendruar në këto aktorë dhe grupe interesi, nxënësit në njërin anë, pra minorenët vetë në njërin anë, si reagojnë ata ndaj fenomeneve të tilla dhe se si çfarë perceptimi kanë ata. Gjithashtu janë prezantuar edhe gjetjet mbi perceptimin ndaj substancave narkotike nga minorenët dhe punonësit e sistemeve të arsimit parauniversitar.